Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ujin me limon për dobësim e keni pirë gabim deri më sot. Kjo është mënyra sekrete e përgatitjes. Uji me limon në mëngjes është një mënyrë shumë e mirë për të nisur ditën plot me vlera ushqyese dhe vitamina. Por uji me limon nuk ka përse të pihet vetëm në mëngjes, sipas ekspertëve të ushqyerjes së shëndetshme. Uji është i dobishëm për çdo qelizë të trupit dhe ka efekte pastruese për organizmin. Nëse e pastëroni me lëng limoni, uji do të ketë më shumë alkalin, që do të thotë se sistemi i tretës do të përfitojë shumë prej tij. Limoni nxit çlirimin e bikarbonatit të sodiumit në zorrën e vogël duke nxitur tretjen. Uji me limon ju mban të hidratuar dhe përmirëson funksionet e muskujve dhe tretjen. Aftësia e limonit nxit edhe prodhimin e lëngjeve tretëse dhe qarkullimin e tyre. Por pse janë limonët kaq të veçantë? Limonët kanë një shije të mirë, por janë edhe një burim i shkëlqyer i vitaminës C, polifenoleve, antioksidantëve dhe të tjera. Për më tepër, antioksidantët kurojnë organizmin nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Pirja e ujit me limon që në mëngjes i jep trupit antioksidant të nevojshëm për rigjallërimin e lëkurës dhe freskimin e saj. Përse duhet të pini ujë me limon në mëngjes? Uji me limon bën mirë në çdo orë të ditës, por mëngjesi ka më shumë rëndësi më shumë për shkak të ujit se limoni. Pirja një gote me ujë në mëngjes ka efekte hidratuese pas një nate gjumi dhe zbuturin. Ekspertët thonë se trupi në mëngjes është tërësisht i dehidratuar. Duke nisur ditën me një gotë me ujë me limon, trupi favorizon edhe ushqyesit e nevojshëm që pasurojnë dhe hidratojnë që në fillim. Nëse i zvendësoni pije të ëmbëlsuara me ato me kafein me ujin me limon, atëherë do të përfitoni më pak kalori dhe më shumë ushqyes të dobishëm. Kjo pije është një strategji fitimprurse për trupin dhe për trurin tuaj. Mënyra se si e nisni ditën është mjaft e rëndësishme për mënyrën se si do të vazhdojë ajo. Trupi ynë është i përbërë nga organe dhe inde të cilat zgjohen të dehidratuara dhe në nevojë të dëshpëruar për ujë, në mënyrë që të largojnë toksina dhe të riparojnë qelizat tona. Për të bërë këtë gjë nuk duhet të shohim për te një gote me ujë të ngrohtë, por duhet të shtojmë në të edhe limonin. Receta e përgatitjes është shumë e thjeshtë. Shtrydhni një gjysmë kokre limoni në një gotë me ujë të vakët. Uji i ngrohtë në mëngjes ka rëndësi sepse ndihmon në zgjimin e të gjithë trupit, ndërkohë që uji i ftohtë mund të dëmtojë organet tona. Për gjatë pjesës tjetër të ditës mund të konsumoni lëngun e limonit në ujë të ngrohtë ose të ftohtë sipas preferencës suaj. Shumica prej nesh nuk marrin mjaftueshëm ujë për gjatë ditës dhe uji është i rëndësishëm pasi përbën 60% të peshës sonë trupore. Shtimi i limonit në ujë do të thotë marrjen e vitaminës C, hekurit, kalciumit, kaliumit, fibrave dhe pektinës. Por të mos harruar janë edhe përbërësit antibakterial të cilën ndihmojnë në mbajtjen e shëndetshme të organizmit. Shumë njerëz e përdorin ujin me limon edhe si zvendësues të kafes. Ndaj, nëse po përpiqesh të largosh sadopak kafeinën, uji i ngrohtë me limon mund të ndihmojë në këtë proces. Në këtë video do të rendisim arsyet kryesore pse duhet të pini ujë me limon për gjatë ditës sipas ekspertëve. Ai redukton riskun për një infarkt në zemër, sipas shoqatës amerikane të zemrës. Pastron lëkurën dhe redukton shenjat e plakjes duke përfshirë edhe eliminimin e rrullave. Vepron si një detoksifikues dhe sipas një studimi uji me limon ka aftësinë të kryejë të gjitha funksionet e mëlçisë. Përmirëson humorin dhe ekuilibron emocionet, balancon nivelin e pH-it në trup, përmirëson shenjat e inflamacionit dhe vepron si një reduktues i dhimbjeve të lehta. Ndihmon në shërimin e dhimbjeve të kokës, lehtëson diskomfortin si pasojë e konstipacionit, shton oreksin dhe kontribon në shtimin në peshë në rast se jeni nën peshë. Përmirëson aromën e frymës suaj, qetëson dhe rregullon aparatin respirator, lehtëson infeksionet e traktit urinar, parandalon dehidratimin dhe lodhjen e veshkave, rregullon metabolizmin tuaj, parandalon lodhjen e trurit në punë ose në shkollë, forcon sistemin imunitar, redukton prodhimin e mukusit në rrugët e ajrit, pastron organet e brendshme dhe i ndihmon ato të funksionojnë në mënyrë optimale. Nxit funksionin normal të aparatit tretës dhe ju ndihmon të arrini në një shëndet më të mirë në tërësi.
Shumë ekspertë e cilësojnë ujin me limon si një zgjidhje mjaft të mirë për trupin tuaj dhe përfshirja e tij në dietën tuaj të përgjithshme do të jetë një mundësi shumë e mirë për të marrë këto përfitime si hidratimi. Uji është shtëpia më e mirë për hidratim, por disa njerëz nuk e pëlqejnë shijen e tij të vetme. Shtimi i limonit rrit shijen e ujit, gjë që mund t'ju ndihmojë të pini më shumë. Përmban vitaminën C. Agrumet si limoni kanë vitaminën C, një antioksidant kryesor që ndihmon në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi i radikaleve të lira. Limonët nuk kryesojnë në listën e agrumeve me shumë vitaminë C, por lëngu i një limoni siguron 18.6 mg vitaminë C. Sasia e rekomanduar ditore për të rriturit është 65 deri në 90 mg. Ulluntimet kanë treguar se antioksidantët polifenol që gjendet te limoni zvogëlojnë ndjeshëm shtimin e peshës. Megjithatë është e rëndësishme që ta pini atë sipas masës së caktuar. Uji me limon është një zgjidhje shumë e mirë për lëkurën tuaj. Vitamina C te limoni ndihmon në zvogëlimin e rrullave të lëkurës, pakson lëkurën e thatë nga plakja dhe dëmtimet e diellit. Se si uji përmirëson lëkurën është një zgjidhje gjithashtu shumë e mirë. Limoni me ujë është një zgjidhje shumë e mirë edhe për tretjen. Disa njerëz pinë ujë me limon si laksativ ditor në mëngjes për të ndihmuar në parandalimin e kapsllëkut. Pirja e ujit të ngrohtë ose të nxehtë me limon mund të ofrojë një përmirësim më të mirë të sistemit tretës. Ndihmon në shëndetin e frymëmarrjes. Uji me limon shmang erën e keqe të gojës pas ngrënies. Limoni mendohet se stimulon përshtypjen dhe uji ndihmon gjithashtu në parandalimin e tharjes së gojës, e cila mund të çojë në erë të keqe të shkaktuar nga bakteriet. Acidet e limoni ndihmojnë gjithashtu kundër problemit të gurëve në veshka dhe mund t'i ofrojnë trupit shumë vlera të rëndësishme, duke mbajtur më të hidratuar dhe gjithashtu më të shëndetshme. Uji me limon është një zgjidhje shumë e mirë edhe për ata që duan të humbasin në peshë. Polifenolet e pranishme të limonit ndihmojnë në uljen e oreksit. Madje kur pihet një gotë uji, mbi të gjitha para një vakti ndikon të mbushni edhe stomakun, duke kompensuar sasinë e ushqimit të domosdoshëm për të ndjerë të ngopur. Mjafton vetëm një limon i shtrydhur në një gotë me ujë, ndoshta më pak lëng limoni do të ishte ideale për të nxitur metabolizmin të punojë më mirë. Ai stimulon edhe sistemin tretës. Flavonoidet e pranishme të limonit ndihmojnë asimilimin e ushqimit duke përmirësuar tretjen në tërësi. Madje nëse konsumohet limoni i shtrydhur me ujë të ngrohtë, ofron më shumë përfitime shëndetësore. Kjo është e rëndësishme pasi me avancimin e moshës, sasia e acidit të pranishëm në stomak ka tendencën për ta ulur. Gjithashtu, uji me limon përmban më shumë vitaminë C. Të gjitha agrumet janë një burim i mirë i vitaminës C. Sipas një studimi të bërë nga Departamenti i Bujqësisë në Shtetet e Bashkuara, 1/4 e një gote me ujë me limon mund të përmbajë deri në 23.6 mg vitaminë C. Uji me limon ndihmon që të jeni gjithmonë të hidratuar. Në fakt, hidratimi vjen falë shijes së tij të mirë, pasi konsumi i ujit me limon shton dëshirën për të konsumuar akoma më shumë. Uji me limon mban lëkurën më të re. Vitamina C e pranishme te limoni e mban lëkurën më të pastër. Sipas një studimi të kryer në Britaninë e Madhe, ka treguar se sa më i lartë jetë niveli i vitaminës C, aq më shumë do të jetë më e mbrojtur lëkura dhe fytyra juaj. Vepron kundër dhiamosjes së mëlçisë. Uji me limon ndihmon mëlçinën të funksionojë më mirë. Një studim i fundit në fakt ka treguar se flavonoidet e pranishme të agrumet mbrojnë mëlçinën nga toksinat të cilat janë të deponueshme në baza ditore nga ana e organit dhe për të zvogëluar nivelin e akumulimit të yndyrës në qeliza, të cilat mund të shkaktojnë dhiamosjen e mëlçisë. Uji me limon do të rrisë nivelin e kaliumit, do të përmirësojë aparatin tretës dhe është i mirë kundër gurëve në veshka. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë